Raporti përfundimtar i Inspektoratit Sanitar pas inspektimeve në kampin e njësive speciale Enver Zymeri, të cilin e ka siguruar Vox Kosova, ka dëshmuar se gjendja brenda kampit është akoma më e rëndë, siç ishte prezantuar fillimisht në raportimet e mediumit. Mangësi në aspektin vizual në objekt, lyet sanitare dhe kabinat në gjendje jo të mirë, me dëmtime dhe mungesë të mirëmbajtjes. Higjiena e përgjithshme jo në nivelin e duhur, instalimet dhe pajisjet të dëmtuara ose gjysmë funksionale, ventilimi dhe ndriçimi në nivel jo të kënaqshëm, s'ka mjete higjienike për mirëmbajtje dhe pastrim. Këto janë vetëm disa nga gjetjet për gjendjen e tmerrshme në kampin e specialeve, të dokumentuara nga ekipi inspektues i Inspektoratit Sanitar, të cilët vizituan kampin pas raportimeve të Vox Kosovës. Raportimet që u mohuan fillimisht nga policia, por që tash dëshmohen edhe nga institucionet e shtetit me raport përfundimtar. Siç e thot raporti, inspektorët kanë konfirmuar edhe se disa kabina nuk përmbushin kushtet higjieniko-sanitare e teknike. Andaj edhe kanë urdhëruar bllombimin e tyre, duke lënë në përdorim vetëm disa nga to. Për krejt këtë gjendje, Inspektorati Sanitar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë ka dhënë 30 ditë afat që të rregullohet gjendja teknike e higjieniko-sanitare aty. Sipas raportit të inspektoratit, në kuzhinë vetë se janë bërë disa ndërhyrje, por specifikohet që është e nevojshme të përfundojnë të gjitha ndërhyrjet e urdhëruara. Për gjendjen po vazhdon të refuzoj të flas Xhelal Svesla, njeriu që shfaqet kur operacionet e policisë kanë sukses, e zhdukët kur dëshmohen kushtet e tmerrshme në të cilat operojnë ata polic. A bën një pyetje të lutem, minister. Svesla mbasi nuk e ka hallin e policëve, edhe për faktin se siç konfirmon raporti i inspektorëve, e vetmja hapësirë që plotësonte kushtet në kamp ishte dhoma e komandës dhe kontrollit, atu ku qëndron vetë Svesla kur e viziton kampin për nevoja propagandistike. Për policët, vetë Sveslës hall s'ka mas deputeti vetëvendosjes Mihail Bajqinoci, i cili krejt fushatën për zgjedhjet e fundit e kishte bërë në veri, duke reklamuar sukseset e policisë e përvetësuar atosit e partisë. Zoti Bajqinoci, jam Dorentina nga Vox Kosova. Më nëshme të tregu a kime ndërmarrë hapat e njëjtë për kampin e njësive speciale njëjtë si kur për stacionin e Tash, përveç që refuzon të flas, voton edhe kundër, bashkë me krejt bashkëpartiakët e tij në komision parlamentar, kur ushtrua kërkesa për vizitë inspektuese nga deputetët në kamp. Edhe njëherë, fondet për ta rregulluar krejtësisht kampin ekzistojnë. Ato janë ndarë, janë paraparë në buxhet, por pas një shpjegim kurso intervenua në kamp. Dhe për fond, kush jep përgjegjësi për shpifjet që janë bërë nga llogaria zyrtare e policisë së Kosovës? Ku janë lokacionet e reja? Ku janë 12 projekte investuese? Kush e detyroi policinë të dalë me këtë reagim? Dhe mbi të gjitha, kjo për Xhelal Sveslën, ku shkuan mbi 7 milion euro të planifikuara për investim në shtëpinë e njësive speciale të policisë.